Në akademikës Skënderaj Gjinushi për thënë pak fjalë mbi konferencën. Mirëdita, mirë se keni ardhur. Kënaqësi që ndodhemi midis matematikësh. Dhe sigurisht jemi të pakt në numër, po pak e sakt. Dhe patjetër që çdo konferencë ka rëndësinë e vet, por matematika tashmë ka dalë prap në plan të parë. Më në fund kanë kuptuar të gjithë rëndësinë që ka matematika. Dhe dihet që në fillim është lënda bazë e formimit të çdo të riu në shkollë. Dy shtylla janë matematika, gjua në arsimin bazë. Janë dy formimet cilat nuk lejojnë defekte. Janë si dy shtyllat mbajtëse të një godine, që mund të luash me mure, po jo me kolona. Dhe çdo defekt pastaj pasqyrohet edhe në të ardhmen, ose është vështirë i kompensueshëm. Kënaqësi që ka ende mjaft të rinj që angazhohen dhe që sakrifikojnë në thojza të zgjedhin degën e matematikës, sado që dihet që sa më të vështira, sa më të mëdha janë investimet, aq më lehtë ose aq më të mira janë përfitimet në të ardhmen. Pra kush zgjedh degë të lehtë, pastaj jetën do ketë çik më të vështirë. Dhe kush zgjedh degë të vështira, e ka më të lehtë në jetë. Zhvillimi i kërkimit matematik në Shqipëri sigurisht s'ka shumë traditë, sepse vetë shkolla shqiptare është e re, por megjithatë ka arritur, si thua, që të realizoj misionin e saj bazë. Pra, që të kemi një shkollë matematike, që formimi specialistëve të lartë, formimi i të rinjve në tërësi, formimi matematik, tjetë i krahasueshëm dhe i konkurrueshëm me homologët. Dhe ky është misioni kryesor, ajo rezultantja e tërë investimit që bëhet në drejtim të matematikës. Sigurisht, pra në para disa kohësh kremtuam 100 vjetorin e themeluesit shkollës matematike të Pilikës, pra profesorit të gjithëve, dhe me kënaqësi do thoshim që profesori do ishte krenar për faktin që shkolla shqiptare pra arriti të krijohet nga hiçi me shumë forca të pakta dhe të jetë një shkollë që, siç thash, të jetë e krahasueshme me shkollat e tjera. Gjë që dëshmoi fakti që kur hap Shqipëria në 90-ën, shumë të rinj, por mos thënë shumica, zgjodhën rrugën për të vajtur pranë qendrave të tjera, universitete të tjera, apo për të kontribuar në jashtë vendit, dhe nuk e ndjen veten inferior në formimin e tyre, madje ndjen veten të formuar në mënyrë solide, qoftë edhe për të konvertuar dhe përshtatur edhe në specialitete që patjetër nuk bëhen të gjitha në shkollën e lartë. Pra, shkolla jonë, do thosha, ka kaluar ato 3 fazat. Faza e parë ishte themelimi, ku shkolla matematike ishte më e hapur ndaj lindjes, pastaj u mbyll dhe lindja, dhe në ato kushte arriti të rezistoj. Dhe pastaj në vitet 70 filloi, ndonse në kushtet e një politike mbyllje në tërësi, të hapi ndaj perëndimit. Dhe me ato pak mundësira që kryuan atë kohë, u arrit që pikërisht të përqafoi ndryshimi i madh që psoi matematika në vitet 70, modernizimi i saj, që përpjekje për ta kthyer këtë në një
ishin burbakit që deshin madje të rindërtonin teorinë matematike mbi frymën e re, mbi termat moderne, dhe sigurisht kjo rrugë për të përfshirë në Shqipëri nuk ka qenë e lehtë, sepse do kujtoja për shembull momente tregoj ndonjëherë që kur duhet futej matematika moderne që në klasë të parë, atëherë Ministrinë e Arsimit dikush ngrihet e thotë që duhet fëmijëve teori e bashkësive. Dhe sepse ata në fundit shumica janë barinj janë kështu. Dhe atëherë na u desh të thoshim që po të nisesh me këto logjik, su duhet as Pitagora, as Euklidi. Madje teori e bashkësive duhet më shumë se numërojnë delet sa herë që i mbledhin dhe i shpërndajnë. Madje ata e bënin këtë teori pa dashje, se u vini edhe në një pull deleve, ca blu, ca të kuqe, që kur i kthenin pasaj në kulloto, u aqonin të zotëve. Pra teoria e bashkësisë shumë, si thonë, e jetonin për ditë, po s'e kthyen në teori. Në këtë aspekt, dhe i them këtë sepse këto ndeshën dhe sot, ashtu siç tërësi ndaj kërkimit shkencor ka një skepticizëm, veçanërisht në Shqipëri, sa thonë, a me bën Shqipëria shkencë, a është nevoja të investosh në shkencë, sepse kujtojnë që shkenca duhet të jetë që çam mbjell e merr me njëherë. Kurse kërkimi shkencor pikërisht mund ta krahasoj spari një dihet që bëhet në formë piramidale. Punojnë me mira, kanë sukses me qindra, shkëlqejnë 10 dhe flamuri mbetet njëri. Pra, sigurisht dhe kështu ecën që krijon teoritë e reja, por pakta mira që punojnë për ditë, sigurisht nuk mund të arrish, është si piramida, që pa bazamentin nuk mund të arrish majën. Pra, është vështirë të arrish. Pra, rrjedhimisht në shkencë kontribuohet në mënyrë modeste, por është e rëndësishme edhe fakti tjetër që kërkimi shkencor për pedagogun, për punojësit kërkimor është pasaj si dhe sporti. Në sport merren dhe kampion të botës, merren dhe kampion të Evropës, po merr edhe popullata në tërësi për mbajt trupin të shëndetshëm. Dhe kërkimi shkencor për pedagogun duhet që të mbaj mendjen e shëndetshme, pra të arrit të ndjek ritmet e kërkimit shkencor, pra të rejat e shkencës për t'i transmetuar tek të tjerë. Kështu që duhet vlerësuar kjo, sepse ne jemi në kohën që Shqipëria është e detyruar të shumëfishojë investimet në kërkimin shkencor, pra krahas presionit që i bëhet tani që të rrisë investimet për luftën, pra për mbrojtjen, tani duhet të investoj dhe për trurin. Dhe sepse ne jemi as të 0,1% që e GDP-s, Evropa është e 2-3%, dhe pa llogaritur ndonjëherë ato që vinë nëpërmjet privatit, dhe përfundimisht qeveria jonë në kuadret të detyrime që kanë në Bashkimin Evropian, ka pranuar objektivin që të arrihet 1% 4 vjet. Çfarë do të thotë të 10 fishosh të paktën investime. Dhe patjetër që kjo do të ishte një gjë shumë e madhe, por ajo duhet mbaj, si të shpremtimin e saj, po angazhimin, dhe ne duhet krijojmë edhe ato sektorët e dur, kapacitet duar për t'i thithur këto investime. Dhe sigurisht që investimi tani se mund të thonë, kush është më prioritare tani, mbrojtja apo investimi në shkencë. Fatmirësisht edhe lufta po bëhet me truvet. Nuk po bëhet më me ushtar, po bëhet vetëm me mendje. Kush është më i Zotit, ja devijoj, hakeroj dronët të tjerëve, fiton betejën. Kështu që madje po s'ishe i Zotit mund bësh dhe vetë vrasje me dronët. Kështu që në këtë aspekt
Tashmë është e qartë që për të bërë një vend konkurrues, pra përballuar konkurrencën e tjerëve, pa teknologjinë, pa investimin informatik, pa investim matematik, dhe prandaj kanë quajtur dhe koha e matematikës. Ka qenë gjithmonë, po nuk e thoshin gjithmonë. Kështu që vlerësoj që tani edhe këtë betejë të tretë matematika do e fitoj, pra për periudha pas 90-s, e cila tashmë krijoi një mundësi të madhe që të hapjes komunikimit, sepse kërkimi të reja, sidomos matematikës dalin nga hiçi. Dhe matematika ka dhe një gjë që prodhimi kryesor bëhet në rini. Pra, po ke për të... Prandaj dhe është e vetmja fushë ku çmimi Nobel në thojza fill, medalja jepet deri 40 vjeç. Dhe nuk është ankuar njëri. Pra, kjo do thotë që, por ka dhe delikatesën që duhet marrë seriozisht me të, pra kërkimi shkencor matematik nuk e duron shkëputje, nuk e duron punën me hope. Kështu që në këtë aspekt kushdo që merret me të, është një investim pozitiv, dhe kjo konferencë që është e treta këtij lloji, është një iniciativë e marrë me kohësh, prej kohësh në akademia, në kuadër të krijimit të njësive të cilat ne i krijojmë fillimisht virtuale, domethënë sepse s'kan seli, apo punonjës me pagesë, për të luajtur rolin e koordinatorit në fusha të caktuara. Kemi krijuar dhe Institutin Kombëtar të Matematikës. Këtu është rasti të falenderojmë shumë na ish kolegët, studentët tanë që janë bashkuar kësaj iniciative, dhe sigurisht duke i ftuar gjithmonë që të jenë sa më pranë, duke kontribuar jo vetëm pjesëmarrje për konferenca, por edhe nëpërmjet doktorimit, nëpërmjet drejtimit të doktoraturave të tjerë, apo dhe në konceptimin e programeve të reja, sepse her pas here sigurisht që programet duhen përditësuar, duhen ripar për të përshtatur gjithnjë më mirë me kërkesat e kohës, qoftë për formimin, qoftë për zbatimin. Matematika tashmë sigurisht përveç çuditës që bën me inteligjencë artificiale e tjerë, ka fushat të tëra zbatimi, pra zbatohet kudo, dhe zbatimet kanë arritur, domethënë, të bëjnë edhe çuditëra në thojse. Sepse në fundit çdo teori arrin përsosmërinë kur shprehet nëpërmjet në formule matematike, kur ajo ngrihet nëpërmjet një modeli matematik. Kështu që ne do mbështesim vazhdimisht punën në këtë drejtim, vetë Institutin e Matematikës, që është tash një iniciativë për të mbajtur afër si ata që punojnë jashtë dhe ata brenda vendit, sepse hapja pas 90-s ishte një avantazh i madh për këto, por ka qenë dhe një plag, do thosha, për vendin, sepse shumë njerëz talentuar u larguan, dhe sigurisht kjo pastaj sigurisht tregu bëri atë që dhe rinia të preferoj deg të leta apo shkoj ndaj degve më fitimprurse, duke ulur ato ardhjet matematik dhe në shkencat fundamentale në tërësi. Kështu që ne na takon të rrisim sensibilitetin pa i mashtruar, duke thënë vërtetën që investimi në këtë drejtim është për të ardhmen e tyre, që mundësit janë që edhe në Shqipëri mos të humbi talenti, sepse tashmë mundësitë e komunikimit janë të mëdha, dhe kemi edhe detyrë që kolegët tanë t'i ftojmë që në mos nuk kthehen dot fizikisht,
të punojnë si kur janë këtu në drejtim të forcimit të shkollës shqiptare të matematikës. Ky është dhe një në qëllimet kryesore të kësaj konference dhe ju uroj punë të mbarë duke përgëzuar pa nderuar dhe njërë organizatorët, 2 dekanet për kontributin e tyre, kryetarin e komisionit dhe sigurisht ne Kiun si kryetar seksioni. Dhe profesor Kalaj gjithashtu, që është antar i ri i jashtëm i Akademisë së Shkencave dhe tregon që edhe vendet e vogla, se më të vogël se shqiptar Malzi, mund të dalin talente të mëdha. Faleminderit dhe punime të mbara. Atëherë, pa humbur kohë, po jap fjalën profesoresh Eglantina Kalluçit, dekane e Fakultetit Shkencave të Natyrës, nga kanë dalë pothuajse të gjithë kuadrët këtu. Faleminderit profesor, i nderuar kryetari i Akademisë së Shkencave, profesor Skënder Gjenushi, është kënaqësi që jam sot në këtë konferencë, nderuar profesor Neki Flashëri, profesor Fatmiri. Unë dua të falenderoj të gjithë kolegët, miqt që kanë ardhur, studentë, të cilët na janë bashkuar në këtë konferencë. Di të them që kur filloi konferenca e parë ishte sfida e madhe që të bëjmë një konferencë të dedikuar për matematikën, dhe në thelb, në fakt, sfidat të çojnë, arritëm që të kemi, në fakt kur e pash sot, konferenca e tretë. Pra arritëm të themi kemi disa konferenca ku tematika është matematika, ajo që është shumë e rëndësishme. Jo se unë jam dekane e Fakultetit të Shkencave, por në thelb jam matematikane. Pra i përkas kësaj familjes së matematikanëve, dhe vjen mirë që sot këtu jemi në një komunitet matematikanësh nga i gjithë me kombësi shqiptare. Dhe gjithashtu është për të thënë, mbase nuk është rastësi që dekan dhe nga fakultetet të tjera i përkasin matematikës, rektor të universiteteve më të shuara shqiptare janë përsëri matematikan, mbase është momenti që matematika ka tërhequr vëmendjen, pavarësisht në erën e inteligjencës artificiale, quantum computing, në fakt, në thelb është matematika apo fizika, pra shkencat fundamentale janë ato të cilat ndërtojnë një zhvillim shumë të rëndësishëm. Unë do doja, në fakt, profesori Skënderi nuk mund t'i heq dot asgjë, bëri një historik shumë të qartë dhe të njohur tashmë prej nesh të ecurisë së matematikës ndër vite, dhe ne jemi pjesë e këtij rrugtimi që profesori tha. Por unë dua të ndalem në disa momente. Matematika është një shkencë fundamentale dhe duhet kuptuar si e tillë, pa transformime gjatë rrugës. Por ama opinioni publik dhe shoqëria mbar duhet kuptojë rëndësinë e saj. Unë në fakt javën e shkuar isha në një prej forumeve shumë të rëndësishëm që organizon qeveria italiane, dhe ishte Innovation Digital Forum. Në fakt, i gjithë qeveria italiane është mobilizuar për të treguar për gjithë komunitetin shkencor, italian dhe ndërkombëtar, që shkenca, inteligjenca artificiale, quantum computing apo zhvillimi digital në përgjithësi i ka themelet në shkencat fundamentale, dhe profesorati i cili mbështeste, pra seksionet ishin të ndara në shkencore dhe më pas implementimet e tyre në fusha të ndryshme të shoqërisë, duke filluar ekonomi, industri, mjeksi e merat, të gjitha ishin bazuar mbi çfarë ishte trajtuar apo ishte zbuluar pikërisht nga shkencat fundamentale. Ajo që mund të theksojmë s'është gjë tjetër veç se Galilei zbuloi, Einsteini dha teoritë e tij bazuar mbi çfarë? Përdori mjete të sofistikuara, përdorën aparatura, absolutisht jo, përdorën një mendje të mprehtë, dhe kjo mendje e mprehtë s'mund të zhvillohet kurse si pa një formim fundamental shumë të rëndësishëm. Kështu që kjo është arsyeja pse edhe si dekan e fakultetit, duke filluar prej vitit të shkuar dhe në vijim, qëllimi është riorganizimi i programeve të studimit në përputhje me atë që kërkon tregu i punës, por pa cënuar ajo që është formimi bazë fundamental. Dua të përmend dy elemente
të shkurtra, me qenë se këtu kemi dhe student, por edhe për opinionin tonë. Mund të themi probleme shumë të rëndësishme, siç ishte teoremi i ngjyrimit të hartave, është një problem i shtruar që në 1800-ën dhe ka pati zhvillime të tij, i cili vetëm bazuar mbi matematikën teorike nuk arriti të marrë atë trajt që mori në 1957-ën, pra ishte mbështetja i zhvillimit teknologjik, e cila e zgjidhi dhe tha që numri i ngjyrave për një ngjyrosjen e hartës është vetëm 4. Pra, zhvillimi teknologjik s'bën gjë tjetër veç se i vjen në ndihmë të zhvillimit të teorive. Dhe një element shumë i rëndësishëm që ka qenë në një simpozium që kam marrë pjesë ishte finalizimi një projekti shumë të madh. Modelimi matematikor, modelimi në fakt nuk ishte prapashtesa matematikor, po ishte modelimi i sistemit kardiovaskular të qarkullimit të gjakut. Dhe në fakt ishim mbrojtur vetëm në kuadër të kësaj tematike mbi 10 doktoratura. Realizimi final ishte traktati i Eilerit, një fletë e zverdhur nga koha, ku ai kishte trajtuar të gjithë metodat e ekuacioneve diferenciale dhe në fund ishte lënë me asterix. I mbetet brezave të ardhshëm t'i zhvillojnë dhe t'i zbatojnë këto metoda. Dhe në fakt ai profesor në mbylljet e një projekti që ishte ndër projektet më të mëdha europiane, që bashkëndonte mbi 4-5 universitete në zonën e Evropë, s'ka gjë tjetër veç se ne sot këto bukuri që po shohim këtu s'janë gjë tjetër veç se zbatimet e Eilerit të zbuluara kaq kohë më parë. Kështu që ajo që na mbetet është të jepemi dhe të kontribojmë në zhvillimin e shkencës, por duke prehur mendjet e rinisë shqiptare dhe këtë gjë duhet ta bëjmë sepse misioni ynë nuk është i sotëm, nuk është që arrihet për një vit apo për 4 vite, por është një mision i cili do të trashëgohet dhe do të jap efektet e tij në brezat që vijnë. Ju uroj punim të mbar dhe shumë faleminderit për këtë fjalë përshëndetse. Faleminderit. S'ka gjë se ndryshim. Tani po jap fjalën një tjetër matematikane dhe dekane të Fakultetit të Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike në Universitetin Politeknik të Tiranës. Tehuta Meftiu, profesor asociuar. Përshëndetje profesor Skënderi, përshëndetje profesor Nekiu, profesor Fatmiri, përshëndetje të gjithë ju kolegë, student. Për mua është që ke vështirë të jem e treta se u tham që të gjitha. Ne në fakt si fakultet aplikojmë matematikën, por realisht jemi të gjithë pedagogë që kemi dalë nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës dega matematikë. Unë nuk do përsëris asnjë gjë tjetër, vetëm do të tregoj një episod të profesor më falni, më falni. Profesori, ne po diskutonim dhe tham që profesor, po matematika futet gjithandej, është shumë e përhapur, ta dëgjoni ta. Në qoftë se një libër tregon 1 gram, për të kuptuar 1 kilogram, matematika është një teorem tregon shpjegon botën, shpjegon të gjitha fenomenet. Kështu që matematika është gjuha e universit. Unë dhe juve jemi të gjithë koshient që kemi një fuqi shumë të madhe në krahasim me të tjerët, pra ne kemi matematikën që na bën që të jemi të parët, pavarësisht se jemi pak, ne duhet patjetër që këtë komunitet të përpiqemi që ta zgjerojmë, që studentët tanë të vazhdojnë në gjurmët e pedagogëve tanë. Unë ju uroj punime të mbara, kësaj konference, dhe suksese, më falni, se kisha informacion. Faleminderit. Vazhdojmë me
punimet në matematik. Kam nderin të jap fjalën akademikut të jashtëm David Kalaj, që të na flas mbi disa problemet të kubaturës gaussiane. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje akademik Mendel Nushi, Krashri, Hoxha, falenderit për ftesë në këtë ngjarje të rëndësishme për matematikën shqiptare. Unë vi nga Mali i Zi, nga një shtet më i vogël se Shqipëria, disa herë, mirë po matematika në Malëzi ndoshta është në nivel të mirëbotë në krahasim me popullsinë. Kemi një farë domethënë stimulimit nga ana e Ministrisë së Shkencës, kemi nga edukimit, kemi një stimulim nga universiteti, ashtu që një farë mënyrët mund të punojmë në matematikë, domethënë në mënyrë të lirë, domethënë nuk jam krejt entuziast në këtë drejtim, domethënë nuk është vetëm punë entuziastike, si më thënë. Mirë po, normal, kjo rrugë deri te suksesi nuk ka filluar, domethënë tani, nuk është e gjatë, ashtu që në fillim edhe ne kemi punuar në domethënë pa varur pa kurfar projektesh, ashtu që këto për kohë të gjatë kanë sjellë deri te disa suksese të cilat mund të lavdërojmë unë, për shembull në këtë lëmin time me cilën merrem. Unë normal nuk bashkëpunoj vetëm me matematikanë e Malit të Zi, por kam bashkëpunim edhe me matematikanë botë, ashtu që një farë mënyrë në këtë kohën e teknologjisë, domethënë është zvogëluar bota, në një farë mënyrë dhe kemi komunikime, domethënë me gjithë njerëzit që merren me të lëmin tona, në pa kurfarë kufizimesh. Kemi qasjen se cilin punim domethënë botëror, në çdo libër faktikisht, jo vetëm ne, por në fakt gjithë kanë qasje. Mund të shkojmë domethënë konferenca, apo mund të marrim pjesë në konferenca në mënyrë domethënë elektronike, kështu me radhë, ashtu që jemi një farë tregut domethënë botëror sa i përket domethënë një punës në matematikë. Unë nuk do të zgjas sepse s'po di sa kam kohë me shfaq këtë punim, i cili në fakt është shumë teorik, por një farë mënyrë do të përpiqem me disa pikura me afrua domethënien edhe rëndësinë e tij. Nuk e di. Okej. Domethënë shkon kjo kështu. Thjesht me këtë shizet. Okej, mirë tash, ta filloj rregull. Çfarë? Di pse mirë, po filloj diçka në historinë e këtij problemi, do të sqaroj edhe më vonë, domethënë çka në pyetje me disa formula, është në fjala për një problem i cili është i vjetër, do 70 e kusur vjet, duke filluar domethënë nga viti 1952. Këtë problem, domethënë, jam të mjaftuar me këtë problem edhe më herët, mirë po vetëm para 2-3 vjetë kem zgjellë. Është mund të them një gjevahir në karrierën time, prandaj edhe kam pas sef me ashtu me cekën këtë konferencë. Pra kemi zgjellë këtë problem, shumicën e problemit e kam zgjellë unë, po domethënë kam edhe një bashkëpunëtor nga Beogradi, i cili domethënë ka ndihmuar ndo çështje teknike. Fjala është për një vlerësim optimal të kurbaturës ose lakueshmërisë Gaussit të syprinave minimale. Çfarë është syprina minimale? Normal këtu, kur flasim për këto formula, ndoshta më së miri të shkojmë te disa, këto janë disa formula të cilat e sqarojnë syprinën minimale, por ndoshta më së miri të tregojmë disa figura të cilat kanë një farë efekti ndoshta për me të mallës për njerëzit të cilët domethënë nuk merren thjesht në matematikë teorike. Do të thotë këtu kemi për shembull një
dy tela, për shembull, të mbajtur në dy duar dhe kemi futur në një larg që ka për shembull pjesë sapunit edhe shifcioni vetë atë syprinën, atë sipërfaqen që ndërtohet në ato, domethënë brenda atyre syprina, aty në telave formohet një syprinë që faktikisht është ose një sipërfaqe që është sipërfaqe minimale. Domethënë kjo është fizika e këtij problemi të cilën merremi. Kurse matematika, domethënë matematika është këto formula që kemi cekur, pra fjala është për çka është domethënë sipërfaqe minimale është sipërfaqe e cila është sipërfaqe në hapësirën tridimensionale, për të cilën domethënë kjo lakushmëria e mesme është e barabartë me 0. Domethënë ekziston vetëm lakushmëria ashtu quajtur Gaussit. Pra kjo e mesme është 0 dhe e Gaussit domethënë nuk është 0. Domethënë kur kemi një syprinë, lakushmëria përkufizohet duke mbledhur, domethënë kjo e mesme duke mbledhur domethënë lakushmëritë principale të ashtu quajtura, ndërsa e Gaussit është kur I shumëzojmë ato dy lakushmëritë principale. Nëse shuma e dy numrave A dhe B është 0, atë nëse shumëzojmë ato dy numra, normal prodhimi ka me kënë 0 ose negativ, pra as mund të jenë pozitiv. Nëse A plus B është 0, atëherë B ka me kënë numër negativ. Ashtu që lakushmëria e Gaussit, që është A herë B, në fakt është numër negativ. Çka është syprim minimale, domethënë vërtet këtu flitet për graf minimal. Graf minimal është nëse ai syprim realizohet nëpërmjet një funksioni të f, domethënë që është domethënë I lëmueshëm ose I diferenciabil, I cili ka domethënë cili edhe këtu domethënë kemi 3 koordinata U, V dhe F U V. U V I takon një rajonit në rën katror. Nëse ky funksioni f domethënë e gëzon këtë barazim këtë ekuacion domethënë këtë parcial diferencial që e kemi shënuar me div, divergencia e këtij. Nëse ky domethënë është 0, atëherë ajo syprin domethënë quhet syprin minimale. Ne do të fokusohemi në syprina, domethënë në grafe minimale që janë përmbi rrethin njësi. Rrethi njësi janë rrethi që ka domethënë që ka qendrën e 0 dhe radiusin 1. Çka për sa është fjalë? Domethënë këtu kemi faktikisht nuk e di as shifrat është pointerin më çuar këtu. Domethënë këtu kemi një syprinë minimale, domethënë kjo është syprina vërtet sipërfaqe minimale, tash e sqaruam se syprina është numër, sipërfaqja është në bashkësi, domethënë kemi një sipërfaqe minimale përmbi rrethin njësi. Këtu është rrethi njësi, domethënë dhe këtu kemi 0 në qendrën e atij rrethit. 0 në qendrën e rrethit, ndërsa A është një pikë në sipërfaqe. Ka qenë problemi I hapur, të thash para 70 vjet me sqarua sa është sa mund të jenë mas shumti me vlerë absolute, domethënë kjo kurbatura ose lakushmëria e Gaussit në këtë pikën A. Në këtë syprin minimale përmbi rrethin njësi. Rrethi njësi ka rrezën 1. Dhe problemi ka qenë të vërtetohet që ky numër është pi në katror thë për 2. Domethënë pi në katror thë për 2. Do të shkojmë edhe pak. Domethënë ky është një rast tjetër. Domethënë një syprim tjetër minimale, kjo vizatuar me me I farë programit që quhet matematika, program domethënë software, normal ne përdorim inteligjencën artificiale, përdorim kuptohet tash kjo nuk ka inteligjencë artificiale, kjo më fort është kalkulime matematike, të cilat janë futur domethënë nëpërmjet programeve të ndryshme, por në fakt aty zona filla komplet inteligjencë artificiale që ne keni përmendur është domethënë në këto kalkulime që bëhen nëpërmjet kompjuterave të ndryshme botëror. Mirë, domethënë kjo është ajo parë.
Çka është, domethënë, si përkufizohet kjo kurbatura ose lakushmëria e Gaussit. Në qoftë se kem planën funksionin e cili e jep, domethënë, këtë grafin minimal. Kjo kurbatur përkufizohet nëpërmjet e këtij relacioni këtu, domethënë kemi nalt faktikisht determinantën e një domethënë këtu kemi dy numra, po tash s'ka lidhje se çfarë domethënë kanë ata, por përmet determinantën e domethënë sistemit të superfaqes. Që është më rëndësi, domethënë, si thash, mirë, domethënë kjo është ndoshta një çështje teknike që ndoshta nuk është nevojshme ta sqarojmë. Pra, domethënë, kur fillon problemi në vitin 1952, fillon domethënë të shqyrtohet ky problem. Heinzi është një matematikan, Erhard Heinz, një matematikan gjerman, i cili duke domethënë zbatuar këtë mosbarazim këtu, domethënë vlera absolute e kësaj kurbaturës së Gaussit në atë pikë C ka parë është më e vogël se C0-ja, ku C0-ja ajo caktohet një konstant, domethënë kuantitative, një konstant, për shembull, ai ka dhënë ai numër mund të jenë për shembull 15, dhe duke zbatuar atë teoremë që ka vërtetuar në atë kohë, ai ka vërtetuar që për shembull ta ashtu quajturën teoremen e Lagrange-it, e cila ka të bëjë me syprinën minimale mbi rrafshin, domethënë, edhe ka vërtetuar që syprinat minimale mbi rrafsh ose grafet minimale mbi rrafsh janë vetëm grafet. Mirë, kjo është domethënë diçka që mirë, po në atë kohë domethënë nuk është marrë me optimalitet ose me zgjedhjen me të zgjajë cila është konstanta më e mirë. Në fakt e ka dhënë një farë vlerësimi se ajo konstant mund të bela është pi në 14/2, por nuk ka vërtetuar. Tani vërtetimin e faktit që ajo konstant, cilën domosdoshmë me cilën merremi ne, është pi në 14/2, e kanë bërë Finn dhe Osterman. Ky punim nuk e kam cektuar, është në 1964, domethënë tash 61 vjet. Domethënë një punim, por me kusht që ai rrafshi, domethënë rrafshi të ajo syprin minimale, rrafshi tangencial në atë pikë në të cilën gjendet kjo domethënë kjo kurbatur është horizontal. Domethënë ky rast special, për këtë rast special e kanë vërtetuar për atë teoremen që e kanë vërtetuar ne. Dhe ne në fakt e vërtetojmë këtë teoremë 2021, faktikisht është edhe një punim tjetër i farë Nietzsches në vitin 1976, ndoshta i cili e vërteton këtë teorem për një rast tjetër, domethënë më të zgjerë se sa ky rasti ynë, ndërsa ky është rasti domethënë më i përgjithshëm që mund të ekzistojë, pra edhe është vërtetuar se kjo konstant, cila domethënë cila paraqitetet në këtë situatë është tamam domethënë eksakt pi në 14/2. Është afërsisht 4/9 për kështu me radhë. Nëse unë po do me tregua se kjo është problem domethënë i vjetër. Këtu tash nuk është ideja që këtu të flas për detalet e për arsye se thjesht është një domethënë një konferencë e përgjithshme në të cilën kemi edhe studentë, kemi edhe domethënë njerëz që ndoshta nuk kanë nga fusha, jo, janë, po shumica domethënë nuk janë, ashtu që nuk do ta harxoj komplet kohën cilën ma keni dhënë, por sidoqoftë do të përpisem edhe disa gjëra do të me motivua, domethënë ndoshta për dikant që do të merret me këtë punë në të ardhmen. Domethënë këtu kam bërë një sqarim më të madh të kësaj teoreme, pak më vonë domethënë e kam vërtetuar këtë teoremë, e cila është domethënë punimi im i pavarur, pra ai kolegu nga Beogradi këtu nuk ka ndihmuar, sidoqoftë është fjala për një formulim i cili nuk e di sa është i qartë, por është domethënë gjuhën angleze, zakonisht nuk përkthehen, domethënë çka është më rëndësi në matematika është shkencë përgjithshme botnore, nuk bëhen përkthimet në gjuhat tona, domethënë në bukvale, pra thjesht disa termine i huazojmë nga gjuhat e jashtme të huaja,
kam pas rast, domethënë kur tash po bajnë një digresion në këtë ligjëratën time, dërsa isha student me lexuar disa libra të Skënder Xhinushit nga analiza funksionale edhe kom pas farë, si më thënë, privilegj, sepse të herën e parë që libra universitar me lexuar, domethënë me lexuar në gjuhën shqipe, edhe në fakt janë kënd përkthyer bajagi, duket janë të adaptuar ndoshta nga gjuha franceze, më afër se sa nga gjuhat angleze, kështu me radhë. Por është kuriozitet se në fakt mirë është me shqipnua, se me shqiptarizuar gjitha fjalët në sa mundshme, sepse tash për shembull nëse e përkthejmë këtë punim, këtë teorem mund ta përkthejmë faktikisht kur gjëra tu nuk ka të vështirë, por mirë, kjo është një prezantim cilën e kam përdorur disa herë, më herët ashtu që nuk kam ndryshuar shumë, sidoqoftë domethënë fjala është për një generalizim të asaj të atij punimi që e kam tek më herët. Çka është më rëndësi, domethënë këtu mbetet një problem domethënë i pazgjellur, cilën ndoshta mund ta daj me ju. Pra, nuk i kem zgjedhë gjitha problemet nga suprinat minimale. Problemi është që të gjendet tani, domethënë, par ajo konstant që cek me parë, që kam, domethënë, që kem përcaktuar, që quhet konstanta e Heinzit është pi në 4/2. Mirë po, në qoftë se duhem diçka më tepër, domethënë, atëherë mund të arrijmë të një problem që quhet konstanta e Hopfit. Kjo konstanta e Hopfit është në pamje duket si më e madhe se konstanta e Heinzit, sepse konstanta e Heinzit nënkupton ç'a është ky numër, ky vlerë absolute e K-it, ç'a është vlera maksimale e atij. Ndërsa konstanta e Heinzit thotë sa është, domethënë konstanta maksimal, vlera maksimale e kësaj shprehje këtu. Kjo shprehje normalisht është më e madhe se konstanta e Heinzit në rastin e përgjithshëm, por duket se edhe kjo konstant në fakt është e barabartë me konstantën e Heinzit. Pra, këtu është hipoteza, domethënë kemi një hipotezë e cila thotë që edhe konstanta e Hopfit është pikërisht pi në 4/2. Do të ishte shumë interesante, sikur dikush do ta zgjellte, normal kush do në botë, por kuptohet se nëse mund të bashkëpunojmë edhe me njerëz që jetojnë në këtë vend këtu. Domethënë këtu këtë konstantën e Hopfit kemi pas disa domethënë vlerësime deri tani. Vlerësimet janë domethënë të Farnichës edhe të Hallit, domethënë këto janë vlerësime domethënë të cilat janë vandi ku brenda domethënë këto janë 7-etat, kjo është për shembull në 8-etat. Këto janë vlerësimet në 8-etat që deri në kohën e tashme gati janë më të mirat. Unë në kohën e fundit e kam arritur edhe një vlerësim pak më të mirë, e kam arritur në farë vlerësimi i cili domethënë është pak më i mirë se sa i këtyre dy matematicienëve, 5.53. 5.53. Është vetëm po kthehem edhe pak në një kuriozitet lidhur me këtë problemin që domethënë unë para disa 4-5 vjet komunikova me i farë Robert Finn është matematikan amerikan, amerikan, po duke menduar se kërkova një punim nga ai domethënë se të mas nisi në mënyrë elektronike, se s'mund ta gjeja në internet, ai më nisi dhe faleminderit më tha për interesim. Mirë po, çka është kurioze më fort është çka më duk më e çuditshme, kur e kërkova në internet ai ishte njëri 94 vjet, domethënë atë moment. Ai ka vdek 100 vjet, domethënë para 2-3 vjet ka vdek, si ka jetuar 100 vjet. Atë në atë moment që më ktheu emailin te 90, thonë si është mundur njëri domethënë të kthej email, jo domethënë të jetojnë atë mosh, po domethënë ky faktikisht është në historinë e këtij problemi që kemi zgjedhur, ndodhet domethënë edhe ky Robert Finn. Për fat keq ka pas ndoshta tamam në atë kohë që ka dhe kemi zgjedhur atë problem cilin domethënë e ka formuluar edhe një problem edhe një njeri tjetër. Por sidoqoftë ky Hopf tani është domethënë në 50-tat ashtu që dëshoj se janë gjallë, por paktën ekziston domethënë e ka emrin konstanta e Hopfit kjo. Unë tha çfarë, domethënë kjo konstantë dyshohet ose si më thënë kemi një domethënë arsye të madhe të besojmë se kjo do të jenë po ashtu 4/92, domethënë nuk ka 5 siç e kam vlerësuar, se kjo ka vlerësim pak i ndoshta i vrasë, nuk ka 100% domethënë
këto vërtetime që i kemë bën, domethënë përdorin metoda të cilat nuk japin domethënë vlerësime të sakta, por prap vlerësime mirëbollta. Domethënë thjesht normal ky numra më afër se ti numri sa ata numra të tjerë se i thamë se janë 7 e ashtu kështu me radhë. Vazhdojmë diçka lidhje me çka përdoret domethënë në këto probleme që kemi shërtuar, përdoren funksionet harmonike ose pasqyrimet harmonike, se tash ai është termin që do ta sqarojmë, do të themi funksiona pasqyrim. Pasqyrimet harmonike domethënë janë pasqyrimet të cilat janë domethënë që kanë vlerën reale u dhe vlerën imagjinare v, dhe për cilët vlerë domethënë kjo ekuacion delta f barazi me 0. Delta është Laplaciani, domethënë do të faktikisht shuma e derivatëve të përzjera, delta xx plus delta y barazi me 0. Domethënë janë Laplaciani, edhe ato funksione harmonike përdoren. Edhe në fakt paracesin një lidhje të afërt shumë të madhe domethënë të analizës komplekse dhe të gjeometrisë diferenciale. Unë domethënë kryesisht merrem me analizë komplekse, po pa fat domethënë se ky problem është përdorur analiza komplekse, ky problem është nga algebra, nga gjeometria, gjeometria diferenciale, pra nga gjeometria e sipërfaqeve minimale. Do thënë janë sipërfaqe shumë të rëndësishme në matematikën moderne, shqyrtohen shumë, domethënë dhe kanë një domethënë impakt madh në zhvillimin e matematikës, janë zgjeruar domethënë në shumë kemi sipërfaqe minimale, sipërfaqe minimale, shumë dimensionale kështu me radhë, dhe ka shumë njerëz të cilët merren, domethënë ka punime në revistat më prestigjioze matematike kështu me radhë. Tash ku ka qenë domethënë si kemi ardhur deri te ky numër pi në katror. Nëse këtu janë disa këtu kemi të bëjmë me këtë integralin e Poissonit edhe si më thënë Berthamen në kernel. Berthamen, si mund të përkthejmë si kernel. Berthamen domethënë e Poissonit, këtu domethënë kemi sqarimin ose përkufizimin e domethënë e funksionit harmonik. Ky në fakt ka funksion që varet nga domethënë nga dy variabla r dhe t, po r dhe teta në këtë rast, por është faktikisht r dhe teta është vetëm forma polare e numrit z, që është r herë e në fuqin i të teta. Domethënë në këtë mënyrë domethënë ky integral domethënë përkufizohet. Pastaj këtu do të flas ndoshta çka përdorim, domethënë sot e kam marrë një punim të një kolegut nga matematika, nga nivelet domethënë shkollave të mesme, ndoshta, edhe ai flitë për një katërkëndsh. Pra edhe këtu kemi të bëjmë për një katërkëndsh. Çka është interesant, domethënë këtu kemi të bëjmë për katërkëndsh bicentrik. Bicentrik, në fakt këtu kemi 4 pika, A, B, C, D, që dolën kudo në për shembull rrafsh, edhe formojmë një funksion step function si më shërua, domethënë i pasqyron një interval t1 t2 për shembull në pikën A, t2 t3 në pikën B, t3 t4 në pikën C, dhe t4 t1 plus 2 në pikën D. Dhe pastaj e zgjerojmë këtë funksion domethënë në rreth, D është rrethi, dhe ky rreth pasqyrohet atë në këtë domen domethënë që domethënë kufizohet ose përkufizohet nga këto 4 pika, që mund ta quajmë si katërkëndsh. Dhe në fakt ky ka qenë domethënë problemi si me çka domethënë çka na duhet ky katërkëndsh dhe ky shumë domethënë ky pasqyrim. Na duhet se të formojmë, parametrizojmë domethënë këtë grafin minimal. Na duhet të parametrizojmë grafin minimal, i cili ka këtë parametrizim këto. Domethënë ky parametrizim x nënkupton, për shembull, çka nënkupton parametrizimit? Kemi një rreth, edhe kemi një siprin. Parametrizimi është domethënë pasqyrimi i rrethit në atë siprin,
në atë sipërfaqe, kuptohet për shembull atë si e zgjajmë për shembull si ja zgjajmë sipërfaqen ose siprinën. Ja zgjajmë duke marrur integralin e dyfisht të rreth katrore për shembull 1+x katrore plus y kështu me radhë. Pra ose edhe tjerat nocione që kanë bëjmë me atë sipërfaqe. Ky është domethënë ky është karakteristikë dhe ka dhe emnin e vetë ky parametrizim, domethënë po nxjerrët dyshish nga këto funksione harmonike. Pare tregova se funksionet harmonike kanë rëndësinë e vet mall domethënë në këto suprina minimale dhe këto paraqet domethënë ndikimin e analizës në gjeometri. Në fakt analiza është ose mund të themi se është shkenca më ndoshta e rëndësishme për të gjitha tjerat, për ashtu se as mund të punojmë algebër pa analizë, në një farë mënyrë për shembull teorema themelore e algebrës vërtetohet nëpërmjet analizës. Për shembull, e quajmë teoremën themelore të algebrës që ka të bëjë me numrin e polinomeve, por s'mund të funksionojë, domethënë kuptohet se as analiza s'bën pa algebër, këto janë gjëra që s'mund të lizën, si më thënë, algebra është fillimi ose logjika kështu me radhë, por thjesht më tregon se këtu është rëndësia, qëndron rëndësia e analizës komplekse. Në fakt analiza komplekse ka historitë e gjatë, domethënë që nga Gaussi e kështu me radhë, domethënë Euleri e faktikisht ajo për shembull kemi por prandaj edhe është një zëri madh që të arrijmë domethënë një punim që është i rëndësishëm në analizë komplekse dhe që mund të publikohet në zhurnale shumë të rëndësishme botërore nëse thjesht nga algebra, nga analiza komplekse, sepse domethënë është sulumtuar për shumë ai elemi. Domethënë fati i ynë ka qenë se këtë punim e kanë domethënë zbatuar në gjeometri, në zgjedhje probleme të rilla, është publikuar në të ashtu quajturin DUK, domethënë zhurnali DUK i matematikës, llogaritën një ndër 4-5 zhurnalet botërore më të rëndësishme. Ashtu që kjo është domethënë tani edhe diçka. Kjo është formula me cilën kemi punuar, domethënë në është formula e cila domethënë kurbaturën e Gaussit e zbërthen në parametra ose në numra kompleks. Domethënë fakt kemi këtë formulë me cilën kemi manipuluar dhe me cilën domethënë kemi përdorur. Këtu tash kemi domethënë disa sqarime çfarë kuptimit ka kjo formulë, domethënë këtu kemi fehin e çka pejë dhe çka qehi, këta janë dy për parametrat e ashtu i quajtur parametrat e Gauss e në për Weierstrasssit. Domethënë këtu tani është që më fort do them eventualisht më vonë në këtë. Pra pas se kam arrit mirë, këta janë diçka që ndoshta mund ta kapërcejmë. Pra thjesht dështa me tregua parë e ceka, këtu kemi një rreth, edhe brenda atij rrethit kemi për shembull një trapez. Ky trapez është i tillë që shuma e brinjeve të kundërta, domethënë shuma e këtyre brinjeve është e barabartë me shumën e këtyre brinjeve. Domethënë ai lloj trapezit quhet bicentrik. Ai lloj shumëkensh, katërkenshi quhet bicentrik, sepse në fakt edhe brenda këtij rreth trapezit mund ta shkruajmë një rreth. Nëse shuma, domethënë kjo plus kjo është i njëjtë me këta plus këta, brenda mund të shkruajmë një rreth. Jashtë normalisht i kemi kulmet e këtij katërkenshit janë në një rreth, por supozojmë që edhe brenda këtij katërkenshit kemi një rreth tjetër. Është interesante se ky lloj katërkenshit domethënë gjatë hulumtimit tim e kam pasur se na duhet ky lloj katërkenshi. Nuk është nevojshme me këtë trapez, kam vizituar këto që të jenë pak më qartë, nuk është nevojshme me këtë trapez, mund të jenë edhe një katërkensh ndoshta i formës edhe katror apo diçka pak më pa rregull se s'ka çka trapez. Trapezi ka dy brinje paralele që i ka një farë rregulle posaçme. Domethënë përmbi këtë lloj katërkenshit mund të shkruajmë të ashtu quajturat sherk type surfaces. Tash kjo është domethënë këtu është ka qenë problemi se çka e kjo domethënë si kjo suprinë minimale. Kjo është suprinë minimale ose graf minimal i cili domethënë paramendoni se keni puna e shala e kali, domethënë një anë kështu e një anë kështu. Domethënë në dy anët
domethënë duan të kundërta shkon poshtë deri në pafund, e në duan tjera të kundërta shkon nal deri në pafund. Ajo lloj domethënë sipërfaqe quhet sipërfaqja e sherkut dhe ka një nevet. Kur mund ta edhe është minimal, domethënë këtë minimale në kuptimin që ajo domethënë ajo kurbatura e mesme është 0. Tash kurbatura e Gaussit është interesant, domethënë ka në atë pikë aty nalt, që ndoshta në këtë pikë këtu, që janë si më thënë kulmi ati shalës, aty në fakt fundi i shalës, po sepse shala shkon ty nalt, aty të fundi, aty do të me kënë, domethënë ajo kurbatura, aty llogarit ajo kurbatura, dhe ajo është domethënë masë e madhe, më e madhe në këtë rastin e shark type surface. Domethënë, pra ajo faktikisht ne e marrim 0, e pasqyrojmë në atë pikë, dhe gjejmë domethënë këtë syprin minimale dhe ja gjejmë domethënë edhe është da me vërtetua në fakt se nëse kemi një syprin të çfarë do është minimale, ajo kurbatura e Gaussit ka me kënë optimale në të rastet e sherkut. Pra këtu më kem pas edhe këtu kem zgjallë faktikisht kem sjell problem, vetë në fakt e kom parë një punim para prakën nga arksiv, i vendosin punimet domethënë me mbrojt një farë mënyrë në një farë serverit domethënë preprincje, thonë arksiv, dhe aty kam pa publikua një punim para prak, pastaj si thash më parë ky kolega nga Beogradi më ka ndihmuar në disa kalkulime dhe kem arrit domethënë të zgjellim komplet këtë problem. Por çka është interesant, ne mund të shqyrtojmë edhe domethënë edhe raste domethënë kjo tash është diçka tjetër temë re cilën e kam shqyrtuar para disa ditë, domethënë si më thënë e gjallë dhe është thjesht me da me ju. Pra nuk është nevojshme se të kemi tani një syprin, domethënë një katërkënsh bicentrik, po mund të kemi edhe një katërkënsh siç është ky për shembull, këtu kam vizatuar 3 pikën për shembull këtë pikë të 0 dhe këtë pikë. Tani çka është interesant domethënë mund të formojmë prapë atë pasqyrim nga rrethi në këto 4 pika dhe formojmë pastaj të ashtu quajturën domethënë zjerimin e Poissonit dhe çka interesant domethënë gjatë atij zjerimit ma nuk kemë mbet në këtë 4 kënsh, po domethënë zjerimi ka me arrit pak edhe domenin e funksionit, këtë kodomenin. Dhe në këtë rast formohen domethënë disa syprina minimale të ndryshme, cilat nuk është lehtë ndoshta me sqarua, po me marrë atë kompjuterin, domethënë me minin e kompjuterit me rrotulluar disa kënde, unë jam përpiq si duket kjo syprin minimale prej nalt, pastaj edhe prej një këndit, po sidoqoftë nuk ky punim domethënë që është në punime sipër sa përfunduar. Pra mirë po thjesht është me tregua se pra këto janë disa hap, si thash më parë, disa probleme të në fakt domethënë përfundime dhe konkluzione, se unë nuk dua thash parë edhe 3 minuta dhe përfundojmë domethënë kemi pra çka është vërtetuese, e kemi vërtetuese domethënë konstanta C0 për ti metë është konstanta që domethënë optimale, cila është domethënë domethënë me cilën vlerësojmë këtë kurbaturën e Gaussit. Kemi vërtetuar diçka tjetër, domethënë që e sqarova në fillim të teorems, por domethënë nuk për këto grafe minimale është më rëndësi çfarë kendi të formojnë ato me rrafshin e koordinatë x o y, çfarë kendit, nëse kanë të ndryshme, atë kjo kemi domethënë konstante të ndryshme, pra nëse kendi për shembull kendi 0 ose tangent, atër konstanta pi 4/2, po nëse kjo konstant, domethënë kjo kënd është më i ndryshëm prej 0, dhe kjo konstanta është më e vogël, domethënë konstanta dhe kjo C0 në është ajo konstant. Kemi bëu domethënë si thash më parë kemi domethënë përmirësua këtë konstantën e Hoffit dhe shpresojmë domethënë në të ardhmen se kjo do të vërtetojmë faktin se konstanta e Hoffit është kjo pi 4/2. Pra këto janë disa referenca me cilat domethënë jemi
përdorur në këtë punim, pra këtu kemi disa punime 2009, 2007, këto janë punime të reja, 2004 janë përmend disa vendet prej tyre, domethënë këto hipoteza, ky janë punimi 64 se si ka, domethënë punimi ka hershëm, edhe ky është ai Fini me cilin kam komunikuar domethënë para 4-5 vjet, Robert Finn, ky dhe Robert Osterman, edhe ky është po 18 vjet profesor, domethënë vallai diku tash kishte me 500 vjet, por të paktën ata domethënë kanë emër të madh në gjeometrinë diferenciale, njëri edhe tjetri. Tu kemi Robert Hall, i cili ka dhënë domethënë një farë vlerësimi të Heinz, të kësaj konstancë të Heinzit me 82-83, Hengartner, domethënë, nëse kjo është një punim cilin e kam publikuar paraprakisht, pastaj kem publikuar këtë punim së bashku me këtë kolegun. Pra, thjesht këto janë të gjitha faleminderit. Faleminderit. Ndonjë pyetje? Duke çikëm për shembull ato dy rrath që i thash, për shembull marrim atë dy tela, e fusim në ndoshta të dikon. Ka, jo, se s'ka, për shumë, po tash këto. E ne domethënë për shembull ajo për të nishin, po i kem llogarit aty, tash për shembull në rastet e sherkut, po i kem llogarit sa nishin, nuk ka problem, por problemi i përgjithshëm, domethënë se kur kemi një nuk po, në ato raste konkrete është më i vogël, por domethënë me rasti përgjithshëm është pak e paqartë, është më. Jo, nuk kem kundër shembull që po, mund shpresojmë se mund të, domethënë ende nuk kem kundër shembull, s'ka kundër shembull, ajo normal se sikur të kishtim kundër shembull, s'kishte me pas emrin hipotezë, po kishte me vërtetuar diçka tjetër. Po, ky është e kem rrit pak, duke shumëzuar me 1+, për shembull vlera absolute atij diferencialit, e kem arrit të funksion faktikisht më të madh në general, por pikërisht në pikën cilën kërkohet ato, si thash ai që po kthehem më pak ajo situatë. Visioni këtu është këtu. Për shembull, e ky numër, e ky është 0 në rastin e në rastin e shark surface. Ky numër është i barabartë me 0, ashtu që nuk ndihmon për me rrit këtë numër, ndërsa ky KH është 0.4/2 në rastin konkret. Ashtu që por nëse kemi raste të tjera që janë kështu të lakuara, në fakt në atë rast ndoshta ky është më i madh se 0, po ky ka më i vogël si 0.4/2, ashtu që së bashku prapë nuk i ndihmojnë atij numrit me arrit më ka përcye 0.4 me atë numër. Domethënë ajo po tash këto janë po në fizik, po më thënë është objekti rëndësishëm fizik, përdoret për me siguri edhe për aerodinamike, për zona që kanë bëjnë me, domethënë në një farë mënyrë me minimizua energjinë, se përdoret për me arrit për shembull diçka. Se tash për shembull keni një tel që nuk është i rrafshit, po i takon i hapësirët, e vani për shembull e shonin në ta, e shetin në një ujë që ka sapun, edhe e nxjerrin prej aty, nëse se ndikon gravitacioni, ai ka suprina minimale formohet, domethënë e asaj pjesë aty në atë. Domethënë ajo ndikim për shembull zbatimin fizik, apo
E s'di tash ato janë ndikime tjera, ndikime dhe tjera. Shqisë, kjo është, ne në fakt në matematikë kemi pak problem të më thënë, me Allah në motiv, me motivua problemet me cilat merremi, shpesher e thomi ka përdorim atje, ka përdorim tje, në më thënë shumë dhe mi të ndryshme, sepse do të me shqit produktin. Tek faqja e fundit ju thatë të provoj konjekturën te faqja e fundit fare, te konkluzioni. Jo, tek e fundit, te konkluzionet, kur thatë, ja, e para fundit këtu. Prove the Hopf conjecture, prove or disprove. Po, normal. Okej, kjo ishte vërejtje. Pyetja ime është rreth lidhjes midis sipërfaqeve që ju përshkruani dhe kushteve në optimizim që përdoren në teorinë e optimizimit midis problemit primal dhe problemit dual. Dhe pika që arrin optimizimin e të dy problemeve është një pikë që verifikon kushtet e sipërfaqes të shalës skalit, që është me një. A i keni parë këto dhe lidhesh dhe a mund të ketë diçka për të shpjeguar në mënyrë më elegante nëpërmjet kurbaturës së Gaussit? Apo mbetet për të parë? Mbetet për të parë. Në fakt, problemi, gjithmonë, domethënë, kur mundohem këtë punim me afruas audiencës, kam problem se ka shumë detaje teknike, cilat nuk kanë lehtë me i kaluar për i kohë shkurt. Edhe në fakt ne mundua, domethënë, bashkë si autor me kriju një prezantim që është ndoshta më i afërt, më i lehtë me u kuptua, por a baja ki, domethënë, sfidë e madhe sepse ka shumë çështë, domethënë, probleme, kalkulime, unë bile as larg prej asaj që kam dhënë, domethënë, formën cilën kanë herë përmendur, që janë formula, domethënë, që gjysa një faqet shkojnë në një formulë të një shprehje, tash atë shprehje me vërtetuar që është më e vogël, më e madhe se diçka e kështu me radhë. Domethënë ka domethënë challenge, domethënë kemi një farë sfide të mëdha lidhje me arrit domethënë nivel të kuptueshëm për shumë njerëz. Për edhe ka mbet ky problem aty gjatë i pa zgjellën, sepse njerëzit s'kan, është, domethënë, ka punë me zgjellë, nuk ka çështje teknike e thjeshtë që zgjellet për gjysore apo do të punime, domethënë duhet një punim i gjatë në këtë punë. Faleminderit. Pyetje tjetër? Ndaj profesor? Sipas programit mos